Sot do të flasim për një temë mjaft interesante. Temë kjo që rrëzon teorinë e relativitetit, në të cilën bëhet fjalë për shpejtësinë e dritës si shpejtësia më e madhe në univers, një nga mashtrimet më të mëdha të establishmentit. Por do të thoni se nga e dim ne se teoria e relativitetit është një mashtrim gjigant që vazhdon dhe sot e kësaj dite në sistemin arsimor. Sot do të flasim për zotin Nikolaj Aleksandrovich Kozirjev, astronom dhe astrofizikant sovjetik, i lindur në 1908 në San Petersburg dhe vdekur në 1983. Njihet për kërkimet mbi hënën, Venusin dhe sidomos për teoritë e tij shumë të debatueshme mbi natyrën e kohës. Punoi në observatorin e Pulkovës, pranë San Petersburgut, ku konsiderohej si një nga astrofizikantët më premtues të Bashkimit Sovjetik. Gjatë pastrimeve staliniste u arrestua në vitin 1936 dhe kaloi rreth 10 vjet në kampet e Gulagut. Kushtet në këto kampe pune të sistemit Gulag qenë jashtëzakonisht të vështira dhe shumë të burgosur vdiqën nga uria, sëmundjet dhe i ftohti. Bashkimi Sovjetik e asaj kohe, por edhe Rusia e sot, ka vrarë me plot kuptimin e fjalës gjatë 10 vjeçarëve të shekullit 20 një numër të madh shkencëtarë. Por kjo është një temë që ta sjellojnë në emisionet vazhdim, se kush komandon Rusinë. Shumë shkencëtarë, intelektualë dhe inxhinier u akuzuan për veprimtari kundërrevolucionare, sabotim, propaganda armiqësore ose pjesëmarrje në organizata imagjinare kundër shtetit. Një nga vrasjet më të zakonshme që realizonte shteti në atë kohë, që lënia pothuajse zhveshur të dënuar në temperatura të ulta në dimër, dhe thuhet se këtë variant përdoren edhe për Kozirjevin. Kur shkuan në qeri në mëngjes, duke menduar se kishte vdekur nga të ftohtit, e gjejnë gjallë, ndërkohë që shumë të tjerë kishin vdekur. Thuhet se Kozirjevi kishte mbetur gjallë fal aftësisë së tij të autokontrollit psikofiziologjik. Dihet tashmë se truri mund të ndikojnë disa pjesë të trupit si ritmin e zemrës, frymëmarrjen, reagimin ndaj dhimbjes, nivelin e stresit dhe në një mas të kufizuar edhe në temperaturën periferike të trupit. Një shembull i njohur është praktika tibetiane Tumo, ku disa murgje arrin të rrisin temperaturën e pjesëve të caktuara të trupit përmes meditimit dhe teknikave të frymëmarrjes. Studime shkencore kanë treguar se këto teknika mund të prodhojnë ndryshime reale fiziologjike. Një rast i tillë është dhe rekordmeni i botës qëndrimit në akull Wim Hof, i cili përdor kombinime të frymëmarrjes, përqendrimit dhe ekspozimit gradual ndaj të ftohtit. Kjo vjen si rezultati i trajnimit intensiv të sistemit nervor dhe metabolizmit. Kolegët e Kozirjevit, si dhe shkencëtarë të shumë në atë kohë, bën një kërkesë për lirimin e tij, duke argumentuar se që një astrofizikant brillant, që Akademia e Shkencave kishte nevojë për të. Sipas dokumentave, Kozirjevi u lirua para kohe në 14 dhjetor 1946. Menjëherë pas lirimit, astronomi sovjetik Grigori Shain e ftoi të punonte në observatorin astrofizik të Krimes, i cili ishte në fazë ndërtimi. Kozirjevi e pranoi ftesën dhe në fund të 46-s u vendos në Krime. Në mars të 47-s mbrojti doktoraturën e tij në Leningrad, vetëm pak muaj nga lirimi nga burgu, por baza e punës së tij shkencore tashmë ishte në Krime. Punoi në observatorin astrofizik Krimes deri në 1958, ku u kthye në Pulkovo. Në këtë vit, raportoi se kishte vërejtur emetime gazi në kraterin hënor Alfonsus, duke sugjeruar se hëna mund të mos ishte plotësisht e vdekur gjeologjikisht. Kozirjevi u bë veçanërisht i famshëm për idenë se koha nuk është vetëm një dimension, por një fenomen fizik që mund të mbarte energji dhe të ndikojë drejt për drejt në materie. Ai e quajti këtë qasje mekanika shkakore. Shumica e fizikantëve sovjetik nuk i pranuan këto teori, dhe Komisioni Shkencor të kohës arritën përfundimin se provat eksperimentale nuk ishin bindëse, varianti zyrtar ky. Sot emri i Kozirjevit lidhet me të ashtu quajturat pasqyrat e Kozirjevit, teoritë e torsionit, perceptimin jashtëshqyrësor, udhëtimin në kohë dhe fenomene të tjera paranormale. Sipas Kozirjevit, koha është një fenomen fizik aktiv, jo thjesht një koordinat ku ndodhin ngjarjet. Një yll nuk duhet të jetë i zbulueshëm vetëm në pozicionin ku e shohim në qiell, pozicion ky i vonuar nga shpejtësia e dritës, por edhe në pozicionin e tij real aktual. Për ta testuar këtë ide, ai përdori teleskop dhe detektor shumë të ndjeshëm në observatorin në Krime. Ai raportoi se instrumentet reagonin jo vetëm kur drejtoheshin nga pozicioni i dukshëm i një ylli, por reagonin edhe kur drejtoheshin nga pozicioni ku ylli ndodhej në atë moment. Sipas llogaritjeve astronomike dhe shemave të çuditshme, kishte raste ku kishte sinjale nga pozicioni i arshëm i yllit.
pra që të sqarojmë sa më mirë. Merrte sinjale edhe në të shkuarën, edhe në të tashmen, si dhe në të ardhmen nga ylli, që do të thotë se koha është e tashme e pafund. Kiti parasysh se kur shikojmë një yll, ai në momentin që ne e shikojmë nuk ndodhet aty ku ne e shikojmë, sepse ne e shikojmë me vonesë, kur arrin drita në tokë. Në vitet 80-90, studiues rusi Aleksandr Trofimov dhe të tjerë zhvilluan të ashtu quajtur pasyrat e Kozirjevit, strukturat cilindrike këto prej alumini, ku pretendohej se njerëzit përjetonin telepati, vizione, perceptim të largët, ndjesi të ndryshuara të kohës. Dhe le të shohim tani më hollësisht jetën e këtij gjeniu. Çfarë dim ne për kohën? Praktikisht asgjë. Koha shihet si e palëvizshme, e pakuptueshme, e pakthyeshme. Sado që përparon shkenca, koha për ne mbetet një mister. Megjithatë, genialiteti njerëzor do të na lërë kurrë në baltë. I pari që arriti të ngrej dyshimet mbi kohën ishte pikërisht heroi i sotëm Nikolaj Kozirjev. Ati interesonin sekretet e qiellit, misteret e kohës dhe mendonte se që fati i tij që zbulonte shumë nga këto tema. E quani inteligjenca qiellore dhe me të vërtetë arriti majat e shkencës. I jati ishte inxhinier gjeolog, kurse njëma Julia Nikolajevna rriste nga një familje vjetër tregtare. Fillimi i karrierës Kozirjevit ishte i lumtur dhe pa hije. Në 1924, nxënësi 17 vjeçar i Petrogradit botoi një artikull për hyjet në gazetën shkencore, por në këtë vit u regjistrua në departamentin e astronomisë në Fakultetin e Fizikës dhe Matematikës në Leningrad. E tërhiqte qielli, yjet, galaksitë dhe studioi atmosferën e diellit dhe yjeve të tjerë, si dhe eklipsin e diellit. Pasi mbaroi fakultetin, 28 vjeç doktor Kozirjevi ishte i njohur si koka e astronomisë dhe jepte mësim në shumë forume shkencore. Në atë kohë fusha e astrofizikës në astronomi ishte mjaft e vlerësuar dhe u shfaq mundësia që të mësoj se si duken hyjet në të vërtetë dhe se çfarë ngjet në ta në të vërtetë. Duke filluar nga 28-ta, ai po studionte për pas diplomimin dhe filloi të punonte tek observatori në Pulkovo. Koleg kishte fizikan të talentuar si Ivanenko, Landalaj, Bronstein. Në 1934, botoi në Monthly Notice, revista mujore kjo e shoqërisë astronomike të Mbretërisë së Bashkuar, teorinë e zgjerimit të fotosferës së yjeve, e cila edhe sot quhet me emrin e tij. 3 vjet më vonë, astrofizikanti arrestohet me pretekstin e pjesëmarrjes në organizatë fashiste, por nuk u arrestua vetëm ai, por u arrestua drejtori, si dhe gjithë udhëheqësit specialist. Çfarë kishin zbuluar këta shkencëtar që duheshin të arrestoheshin? Prandaj unë kam ngul që elita jon janë një dorë në të gjithë rruzullin. Gjyqi zgjati disa minuta, pa ndonjë akuzë serioze dhe pa mbrojtje. Kozirjevin e dënua me 10 vite burg dhe në atë kohë më keq se kaq ishte pushkatimi. Të imagjinosh që shkencëtar të tillë punonin për fashizmin. Nga 10 të arrestuar, mbijetoi vetëm Kozirjevi. 2 vitet e para, i ashtu quajtur fashist, qëndroi në burgun e qytetit Dmitrovsk-Orlovski. Në këtë burg, dërgoheshin të burgosur të cilët ishin llogaritur që nuk do të mund të mbijetonin. Kur hapen dyert e qelive në 39-ën, skena ishte e tmerrshme. Si rezultati i kushteve të tmerrshme, pjesa më e madhe dolën nga qelit të verbuar. Fjodori, i biri Kozirjevit, thot: "Njëherë, babai që i pa kujdesën dhe zuri gjumin natën, dhe rojet hyn brenda dhe i morën rroba." "Kush është i dyshuari?" e pyet një roje. "Unë nuk jam," përgjigjet Kozirjevi. Kjo përgjigje që e tepruar. Roja e nxori jashtë në ngris dhe i mori këpucët për ta dënuar. Ky akt në fakt do të thoshte dënim me vdekje në ato temperatura të ulta. Megjithatë, Kozirjevi e mori si shenjë të Zotit dhe mbeti gjallë. Në burg u bë besimtar. Gjithashtu i mungonin shumë librat dhe për çudi gjeti në burg vëllimin e dytë të kursit të astronomisë, si dhe një libër tjetër. Në 1939, Kozirjevin e quan tek llogoret Norinski të NKVD-s, pararen se kjo e KGB-s. Si fillim bënte punë të rëndomta, pastaj e quan në stacionin polar Dudinski si gjeometër. Në 1940 e bën drejtor stacionit. Në 1941 e akuzuan për propaganda armiqësore midis të burgosurve. U arrestua për së dyti dhe u dënua me pushkatim. Akuzat qenë të çuditshme.
pranonte teorinë e zgjerimit të universit, e quante Jeseninin poet të mirë, kurse Dunajevin e quante kompozitor të keq. Deklaronte se Engelsi nuk ishte kompetent për shkencën dhe nuk ishte dakord me thënit e tij se Newtoni që një gomar induktiv. Në sallën e gjyqit, Kozirjevi deklaroi se nuk e shite Engelsi si një autoritet në fushën e shkencës. Gjyqi e dënoi me pushkatim. Megjithatë, shkencëtarët e akademisë nuk e lanë me kaq. Drejtori i observatorit të hapësirës, Grigori Shajn, i shkoi njerëzve të pushtetit dhe ju tha: "Pa Kozirjevin, nuk mund të ngrejmë në këmbë observatorin." Kurse shkencëtari tjetër, Viktor Ambarcumian, deklaroi: "Kozirjevi është i pazëvendësueshëm." Dënimi me vdekje u reduktua në 10 vjet burg. 10 vjet nuk është një kohë e vogël, dhe Kozirjevi në tajikën veriori filloi të llogarisë të dhënat për dizertacionin e radhës, nga dhe ku zëfill teoria e kohës, që më vonë do të quhet teoria kohore e Kozirjevit. Një vit pasi doli nga burgu, Kozirjevi mbrojti dizertacionin në publikova me sukses. Dizertacioni bënte fjalë për një fenomen të çuditshëm. Sipas ligjeve të fizikës, ligji i dytë i termodinamikës, trupat e nxehtë ftohen duke dhënë nxehtësi trupave të ftohtë, deri kur temperaturat e tyre barazohen. Pak a shumë si teoria e enëve komunikuese. Duke studiuar kozmosin, kjo do të thotë se nxehtësia e pashmangshme do të thotë vdekje për universin. Dielli ynë, sipas llogarive, duhet të ishte djegur prej kohësh, por ai vazhdon të ndriçojë. Kjo do të thotë se universi dhe yjet marrin një energji të panjohur nga jashtë. Që të rritet temperatura e diellit qoftë dhe 1 gradë, energjia duhet të jetë shumë e madhe. Kozirjevi tregoi në dizertacionin e tij që burimet termonukleare nuk mund të siguronin konsumin energjetik të yjeve gjatë miliarda vjetëve. Ato burime duhet të ishin tharë prej kohësh, kështu që duhet kërkuar një burim tjetër energjie. Në këtë hulumtim, Kozirjevi arriti në përfundimin se koha është burim energjie dhe për këtë teori ai punoi në krime duke kryer eksperimente të çuditshme. Për arsye të shpejtësisë së shpërndarjes së dritës, ne e shikojmë yllin vetëm në të shkuarën, ndërkohë që drita vjen në tokë, ylli ka lëvizur nga pozicioni i parë. Çuditërisht aparatet të reagojnë kur teleskopi drejtohet tek pika ku realisht ndodhet ylli. Kjo do të thotë se enigma e energjisë përhapet në çast shumë më shpejt se shpejtësia e dritës. Objektet materiale, sipas teorisë së relativitetit, nuk mund të lëvizin me këtë shpejtësi. Kjo do të thotë se kjo energji nuk është materiale dhe nuk ka asnjë lidhje me botën tonë. Kuptohet që Kozirjevi flet për atë që Tesla e quajti eter. Këtë fenomen njerëzit fetare e quajtën fryma e Zotit, kurse filozofët apo idealistët, ky është një impuls i arsyes së lartë. Këtë energji Kozirjevi e quajti rrjedhje kohe, dhe kohën e quajti burim energjie, dhe sipas tij, koha dhe energjia janë pjesë së njëjtës monedhe. Po të komandojmë kohën, do të kemi një burim të pafundë energjie. Sipas Kozirjevit, koha ka densitësi të ndryshme dhe kualitete të ndryshme. Mund të zgjerohet apo mblidhet, mund të jetë e gëzuar, por mund të jetë edhe tragjike. Me të vërtetë që koha ka densitësi dhe paraqitet si pjesëmarrës aktiv në ngjarjet që ndodhin. Koha përshpejton dhe ngadalson, dhe ne të gjithë e dim tashmë që në kohë të ndryshme, kohën e ndjejmë të ndryshme. Ajo nganjëherë shkon shpejt dhe papritur ngadalson. Megjithatë, akademikët sovjetik nuk e kuptuan teorinë e kohës të Kozirjevit dhe e pritën shumë keq, ose kështu i urdhëruan. Ata e sulmuan pikërisht te Gazeta Pravda, duke i quajtur një mbeturin të Kozirjevit. Në Akademinë e Shkencave u krijoi një komision me një qëllim të vetëm, të gjenin tek teoria e Kozirjevit gabimet dhe natyrisht i gjetën. Çudia më e madhe është se armiq më të mëdhenj të shkencëtarëve qenë vetë shkencëtarët. Nuk dinin se si të kundërshtonin të ashtu quajturat pasqyrat e Kozirjevit, brenda të cilave ndodhi çuditëra të mëdha. Pasqyrat, një lloj si thjerëzat, fokusonin lloje të ndryshme rrezatimi. Pas vdekjes së Kozirjevit, në fillim të 1990-s u kryen eksperimentet në pasqyra tek Instituti për Mjekësinë Eksperimentale, në degën e Siberisë të Akademisë Shkencave Ruse. Duke qenë brenda në pasqyra, njerëzit mund të emetonin mendime në largësi, mund të shikonin pamje nga e ardhmja, e shkuara dhe gjithashtu ngjarje që ndodhin në kohë reale. Në 1997, shkencëtarët e Novosibirskut kryen eksperimente së bashku me kolegët anglez në Stonehenge.
Më shumë se 200 veta morën mesazhe nëpërmjet pasqyrave nga Novosibirsk, duke vërtetuar kështu në praktik se pasqyrat funksiononin. Pasqyrat prej kohësh kanë qenë të njohura për njerëzimin dhe pasqyrat e thelluara me sipërfaqe të limuar janë përdorur nga profetët për të parë të ardhmen. Priftërinjtë e disa tempujve indianë shfrytëzojnë dhe sot pasqyrat e thelluara me sipërfaqe ari. Ekzistojnë dhe sot pasqyra të tilla të thelluara, aftësitë e të cilave janë të fshehta edhe sot. Një nga këto pasqyra të çuditshme e kishte një nga shkencëtarët e shekullit 13, monarku Roger Bacon. Sot e quajnë si magjistar të madh, por a është kështu? Në histori shkruhet: ai ndërtoi 2 pasqyra në Universitetin e Oxfordit. Me anë të njërës, ai ndiste qiriun në çdo moment të ditës, kurse nëpërmjet të dytës, ishte në gjendje që të shihte se çfarë bënin njerëzit në çdo pikë të globit. Kozirjevi në fillim parashikoi teorikisht aktivitetin vulkanik të planetëve në sistemin diellor dhe pastaj e vërtetoi dhe eksperimentalisht. Shpërthimin e gazit në një krater në hënë, Kozirjevi konstatoi në 3 nëntor të 1958-s në Krime. Për hënën deklaroni se që një planeti vdekur dhe ndriçoi sepse godasin rrezet e diellit. Astrofizikantët amerikanë akuzuan Kozirjevin për falsifikim të dhënash. 10 vjet më vonë, u sqaroi gjithçka kur në tokë sollën dhe nga hëna materiale. Për të kërkuar falje, amerikanët i dhanë Kozirjevit medaljen e artë të Akademisë Ndërkombëtare të Astronautikës dhe e ftuan në Amerikë. Kur Kozirjevi shkoi në Moskë për dokumentat, që bashkë me Solxhenicinin, për cilin atë kohë kishte filluar goditja. Aty mësoi se udhëtimi që anulluar. Kozirjevi kontrolloi gjatë gjithë kohës nga shërbimi fshet dhe deri në vdekje që në vëzhgim. Rehabilitimin e plot Kozirjevi e mori në 1959. Shkencëtari punoi jashtëzakonisht shumë, sepse atij nuk i interesonte vetëm hëna, por edhe planetet e tjerë. Dikur tha: Venera është një planet i mrekullueshëm dhe në një farë mënyrë ka një rrjedhje kohore të kundërt, rrotullohet në kare të kundërt. Përpos kësaj, në Venerë ka një aktivitet vulkanik të fuqishëm dhe ky planet është shumë i ngrohtë. Në 1953 bojtoi veprën shkencore për ndriçimin e qiellit të natës të Venerës, që më vonë do ta mbante si bazë të analizave spektrale. Kozirjevi që një fanatik i punës së tij dhe që mjaft i arsimuar, dhe në punë deklaroni se sapo Kozirjevi afrohet teleskopit, diçka zbulon. Njerëzit e fushës e dinë se duhen javë të tëra apo dhe muaj që zbulosh diçka me teleskop. Dhe tani le t'i hedhim një sy zbulimit shkencor të Kozirjevit për sa i përket kohës, e shkuara, e tashmen dhe ardhmja, ekzistojnë njëkohësisht. Të urtët e lashtë dini gjithçka për kohën për sa i përket këtij kozmosi. Koncepti i kohës është kaq relativ sa që edhe në Mars, planeti më i afërt me ne, koha është e pakuptim. Kështu thot urtësia e lashtë. Kjo urtësi thot gjithashtu që ajo që për tokën është e tashme, në univers mund të jetë e ardhme dhe e shkuara mund të jetë e tashme. Ligji i lashtë Hermes thot se gjithçka mban gjithçka. Si shër sipër është edhe poshtë. Edhe për të mëdhenj dhe për të vegjël, ligjet kozmike janë të njëjta. Si fizikantët që studiojnë objekte ultra të vegjël në univers, që zbuluan botën delikate apo super delikate në të cilën presupozohet nuk ka as hapësirë as kohë, ashtu dhe astrofizikantët që studiojnë objekte gjigande në univers, kanë provuar eksperimentalisht që koha është e njëjtë, dhe këtë zbuloi Kozirjevi në observatorin e Pulkovës në San Petersburg. Si fillim Kozirjevi e drejtoi teleskopin tek pika në qiell ku ylli ishte i dukshëm. Pajisja lexuese kapi rrezatim dhe regjistroi sinjalin. Por ky nuk ishte një yll real, por një iluzion, sepse në thelb ne nuk e shohim yllin, por dritën që vjen nga ai. Ky ndryshim fizik nuk shpërndahet në sekond, dhe ajo që shohim s'është gjë tjetër veçse e shkuara e yllit. Ylli në të vërtetë nuk është më aty ku në fakt ne e shohim. Dhe Kozirjevi e dinte se sipas kalkulimeve, ylli duhet të ndodhej në një pikë tjetër, të cilën Kozirjevi e llogaridhi dhe pastaj drejtoi teleskopin në thelb në zbrasti. Çuditërisht, instrumenti merr sinjal nga kjo pikë në zbrasti, të cilin Kozirjevi e llogariti saktë si vendosje reale të yllit, pavarësisht që nuk shihet me sy të lirë. Pastaj, Kozirjevi e drejtoi teleskopin në një pikë ku sipas për llogaritjeve
duhet të ndodhe ylli në të ardhmen. Çuditërisht, përsëri pajisja regjistron sinjal, pavarësisht se ylli nuk ndodhet akoma aty, por ja që sinjal ka. Përfundimi i shkencëtarëve ishte fantastik për shkencën materialiste. E shkuara, e tashme dhe e ardhme ekzistojnë në të njëjtën kohë. Nga ana tjetër, në kundërshtim me të gjithë ligjet e fizikës klasike, është e mundur të kontaktosh të shkuarën dhe të ardhmen. Konstrukti i universitit i ndërtuar mbi shkencën materialiste u hodh në erë dhe po të prekër sadopak misticizmin. Ky konstrukt do të shembet. Në vit 1991, rezultatet e teorisë Kozirjevit u vërtetuan edhe nga Akademia e Shkencës së Ukrainës dhe më vonë edhe nga akademitë tjera prestigjioze në Perëndim. Dhe këtu na lind një pyetje e thjeshtë. Përse nuk flitet në shkolla për këtë eksperiment? Sepse është si tërmet 10 ballësh, sidomos për ata që besojnë verbërisht tek Zoti humanoid. Çuditërisht, ky profet i shekullit 20 nuk u ndarua në vendin e tij, përkundrazi, u bë disident, i padëshirueshëm. As nekrologji nuk u lejuaj që të shkruaj për të, dhe një pjesë të madhe të veprës së tij publiku rus e njohu vetëm pas vdekjes së tij në 1983. Kemi thënë gjithmonë se djalli fshihet në detaje. Mirë Perëndimi se tashmë u mësuam me të. Por Rusia, përse vret shkencëtarët e saj? Sepse në fakt janë një dorë. Ishit tek bota e fshet, regjistroni se është falas dhe deri tek emisioni i radhës. Mirupafshim.